drejtuese seancës, të nderuar kolegë. Besoj që shumë gjëra u thanë për çmimin e karburantit, mbi shumë muaj pa pasur asnjë diskutim real për atë që po ndodh me çmimin e karburantit në veçanti, po dhe me të gjitha çmimet në përgjithësi. Unë besoj që përtej kësaj krize globale, ajo që ne mësojmë është që ne na duhet një konflikt ndërkombëtar i cili në çdo rast kthehet në një tragjedi shqiptare. Tragjedia e një vendi që jeton një sistem ekonomik dhe politik që i ka lënë qytetarët peng, qoftë të monopoleve, qoftë të tregut nga njëra anë, e qoftë të taksave të larta nga ana tjetër. Një sistem që gjithmonë më shumë e ndëshkon doptin, por ledhaton të fortin. Çdo krizë ndërkombëtare ka nxjerrë në pah dhe ka zbuluar të njëjtën gjë, dështimin e modelit ekonomik që është ndërtuar sot në Shqipëri. Sepse në Shqipëri çmimi i naftës nuk përcaktohet vetëm nga tregu, përcaktohet nga një kartel politiko-ekonomik që ka interes që t'i mbajë çmimet lart. Nafta mund të bjerë në tregjet ndërkombëtare, mund të bjerë në mesdhe, mund të bjerë në rajon, por në Shqipëri ajo vazhdon dhe mbetet nga më të shtrenjtat. Mbetet e tillë sepse sistemi e favorizon. Shumë kolegë këtu prezantuan edhe taksat e larta krahasuar me vendet e tjera të rajonit dhe faktin që sot Shqipëria paguan 60% të çmimit taksa. Kjo është shumë më e lartë se çdo vend tjetër, por nga ana tjetër është një taksë e cila mblidhet mbi 250 milion euro çdo vit dhe nuk shkon atje ku duhet shkojë për të mirëmbajtur rrjetin e rrugëve. Vetëm rreth 36 milion euro shkojnë në mirëmbajtje të rrjetit të rrugëve. Po çfarë marrin qytetarët në këmbim? Rrugë me cilësinë më dobët në rajon, infrastrukturë që nuk e justifikon as çmimin që paguhet e as propagandën që dëgjojmë çdo ditë. Dhe më cinikën këtë histori janë ato që thonë që kush nuk përdor makinën nuk e paguan taksën. Ndërkohë që jo, taksa karburantit paguhet nga të gjithë, e paguan pensionistit e çmimi i ushqimeve, e paguan familja tek transporti, e paguan biznesit e kosto e prodhimit, e paguan prindi tek çmimi i shkollës së fëmijës, e paguan çdo qytetar për çdo produkt që hyn në ekonomi. Karburanti në fakt është gjaku ekonomisë e kur ai taksohet padrejtësisht rritet dhe kostoja e çdo gjëje. Prandaj dhe propaganda nuk e mbulon dot realitetin. Realiteti është ky: shqiptarët paguajnë çmime europiane me paga ballkanike, madje edhe më keq se Ballkani. Sipas Eurostatit, serbët i kanë pagat mesatare 50% më të larta se shqiptarët, bosnjakët 45% dhe njëjta gjë edhe me vendet e tjera të rajonit. Po ndërkohë Shqipëria e ka karburantin më të shtrenjtë sipas fuqisë blerëse. Çdo shqiptar paguan 7.2% të ardhurave ditore për karburant, ndërkohë që në të gjithë vendet e tjera të rajonit, po edhe vende europiane, 0.8% e ka Gjermania, me qenë se u mor si shembull pak më parë, 3.7% e ka Malizi, 3.8% e ka Maqedonia. Jemi kudo, më të shtrenjtët në çmime, më të lirët në përfitime. Kjo nuk është një ekonomi tregu, kjo është një ekonomi e deformuar, kjo është një ekonomi e kapur, një ekonomi ku fitimi ndahet mes kompanive të karburantit e sidomos edhe mes qeverisë, ndërkohë që qytetarët vazhdojnë e paguajnë faturën. Dhe ndërkohë Europa ka sigurisht vepruar ndryshe. Bashkimi Evropian ka angazhuar mbi 10 miliardë euro masa fiskale për qytetarët e tyre për krizën energjetike, ndërkohë që vendet e rajonit kanë hyrë me ulje taksash, me propozime, me mbështetje, me subvencione. Qeveria shqiptare sjell këtu këtë akt normativ që e dini se sa përfitojnë qytetarët, e dimi për çfarë është mbledhur sot parlamenti për 300.000 euro. Kaq është impakti që kjo masë që qeveria merr ka tek xhepat e qytetarëve shqiptar. Ndërkohë që vetëm muajin e shkuar prej karburanteve ka pasur 11 milion euro më shumë taksa të dala nga xhepet e qytetarëve, prej të cilave 4 milion ishin vetëm TVSH. Për 300.000 euro e kanë mbledh parlamentin edhe tallën dhe thonë mendojnë për qytetarët. Për 300.000 euro, ndërkohë që po bëjnë biznes me krizën, po bëjnë fitime me krizën, po bëjnë fitime edhe të ardhura më të larta, edhe në buxhetin e shtetit, vetëm si rezultati rritjes çmimit karburantit dhe i çmimit të produkteve ushqimore në përgjithësi.
Çdo vend tjetër ka ndërhyrë për ta stabilizuar tregun. Disa vende me ulje të TVSH-s, disa vende me ulje të akcizës të përhershme, jo kështu me në qofse, siç e ka qeveria shqiptare. Shumë vende tjera kanë ndërhyrë si rasti i Kosovës edhe për të ndikuar në koston e jetesës për disa nga produktet bazë, por Shqipëria mbetet në vend numëro. Shqipëria numëron makinat që shkojnë nga Dibra Madhe drejt Maqedonisë Veriut për të mbushur karburantin. Sa herë ka krizë, qeveria del me të njëjtën propagandë. Rezervat e naftës, nuk ka asnjë strategji ekonomike, nuk ka asnjë politikë reale për qytetarët dhe nuk ka asnjë vizion për ta ndryshuar barrën fiskale që sot është më e lartë, jo vetëm si rezultati përfshirjes të taksës së qarkullimit në çmimin e karburantit, po edhe si asnjë vend tjetër llogarisim TVSH-n mbi të gjitha taksat. Nuk llogaritet TVSH-ja mbi çmimin e pataksuar, por edhe taksa e qarkullimit llogaritet me TVSH. Për këtë arsye dhe rritja që qeveria i ka bërë në këto vite me 10 lekë nuk është në fakt 20 lekë të reja e 200 lekë, por është bashkë me TVSH-n 240 lekë. Ky është sistemi që ka ndërtuar majoranca socialiste për të mbajtur në këmbë një aleancë mes pushtetit dhe oligarkisë, dhe rezultati sigurisht që shihet qartë. Shqiptarët shpenzojnë 43.6% të të ardhura vetëm për ushqim, ndërkohë që në Bashkimin Evropian kjo është 13 deri 15%. Ky është përkufizimi klasik i varfërisë funksionale. Një shoqëri që mbijeton, po nuk jeton dot. Një ekonomi që konsumon, po nuk kursen dot. Një vend që paguan si Europa, por paguhet si periferia më e varfër e saj, sepse kështu e kanë kthyer Shqipërinë në fakt periferi, jo vetëm të Evropës, po edhe të rajonit. Dhe kjo është tragjedi dhe tragjedia më e madhe që Shqipëria po përjeton sot. Jo vetëm kriza globale, por fakti që ne hyjmë në çdo krizë më të dobët, më të pambrojtur, më të varfër se të tjerët, sepse për vite me radhë kemi ndërtuar një ekonomi në shërbim të pakicës, e jo në shërbim të shumicës. Këtë e tregon çdo e dhënë ekonomike, këtë e tregon çdo raport që publikohet, këtë e tregon sigurisht edhe kriza që po përjeton sot ekonomia shqiptare. Dëgjojmë për rritje të produktit brendshëm bruto, dëgjojmë për të ardhurat qeverisë që rriten, po kjo rritje nuk shpërndahet as tek qytetarët, nuk shpërndahet as tek bizneset e vogla, as tek shtresa e mesme, po ka vetëm një element kryesor që sigurisht lidhet me këtë rritje. E para, vjen nga shpenzimet e shtetit, sepse nuk kemi më ekonomi tregu, kemi një ekonomi të komanduar, dhe e dyta, vjen vetëm nga një sektor që është ndërtimi. Dhe kjo nuk shkon tek të gjithë qytetarët, kjo nuk shkon këtë gjithë bizneset, kjo nuk shkon këtë gjithë sektorët. Ajo që i ka ndodhur sot ekonomisë shqiptare që reflektohet tek çmimi i rritur i karburantit, tek çmimet e rritura të ushqimeve, është mentaliteti dhe filozofia socialiste në fakt. Është ajo që i ka sjellë qytetarët shqiptarë të jenë edhe në zgrip, edhe në mbijetesë, ku mbi 40% e familjeve sot kanë vështirësi për të mbyllur ditën. Çmimi i rritur i karburanteve ka mbyllur sot sektor të tjerë, i cili transmetuar zinxhir edhe tek çmimet e produkteve dhe të ushqimeve, po njëkohësisht dhe tek kosto i jetesës është kthyer në një barrë të madhe. E çfarë bën qeveria? Çfarë masash merr qeveria? Sigurisht propagandën e radhës. Për 12 vite me radhë, në çdo vit, në amendimet e buxhetit opozita ka prezantuar rishikimin e strukturës taksave, që të kalojmë nga i 60% më i lartë i taksave në çmim në rajon tek rajonit paktën, që është nga 35 deri në 38 deri në 40% taksa e çmimit final. Asnjëherë, asnjë përfaqësues i qeverisë nuk ka ardhur këtu të reflektojë për dëmin që i bëjnë ekonomisë, për dëmin që i bëjnë familjeve, për dëmin që i bëjnë qytetarëve, për dëmin që i bëjnë bizneseve prodhuese, të cilat sot fatkeqësisht janë duke u mbyllur masivisht. Për këtë arsye unë besoj që propozimet që ka sjell kolegu Eno Bozdo, që janë me të vërtetë arsyeshme, edhe nëse s'doni t'i miratoni sot, edhe nëse s'doni t'i miratoni me emrin e opozitës, keni mundësinë, siç keni bërë me ligje të tjera, merrini, kopjojini. Nuk ka rëndësi kush i sjell në parlament, rëndësi ka të përfitojnë qytetarët shqiptar. Faleminderit. Zonja Xhixho, keni fjalën të përgatitet zoti Bylyk Bashi.